Këtu jam. Albin baba. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal dhe njëkohësisht kryesues i bordit të përbashkët të dy komunave, si dhe me nënkryetarin e komunës jugore të Mitrovicës, Arjan Tahirin, dhe me kryetarin e komunës veriore të Mitrovicës, Erden Atiqin, që të tregojmë për kushtimin ton që ndërmjet veriut dhe jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime. Këto dy ura, të cilat janë të dy anët e urës kryesore mbi Ibër, njëra prej tyre do t'jetë edhe për automjete këmbësor, ndërkaq tjetra do t'jetë vetëm për këmbësor. Andaj falenderoj shumë kryetarët e të dy komunave, qytetarët, operatorët ekonomik dhe punëtorët e tyre, ministrinë tonë për këtë arritur të përbashkët, të cilën së shpejti në vjesh gjithashtu do ta inaugurojmë si përmbyllje e punimeve.